Ngoni bre, veç pak ngoni. Veç këshyre shka. Ju thirrën pagesa për pastrim borën trotore. Ditën ku ka pastru borën, ditën ku ka kostuar. Arsye që ke pagu kursitjet borët piknimin. Ju thirrën pagesa për pastrim borën trotore. Ditën ku ka pastru borën, ditën ku ka kostuar. Ja ku i ka. Ja ku i ka. Ky është karrama se kim për sukmurën. Ja. Ja, ne për sukmurën. Anit. Mas pari du me ju falendru kreve ju që më djekni, që ndashta kreve nuk më me këthy komentet, se ka shumë komente që më shkrujnë, më falenderojnë, më respektojnë, e po ju falenderojnë gjithve. Po kur e ni që të sene, ma gërdit edhe jetën. Qysh ka mundësi njeri normal me shku me votu një kandidat që kur ky, që 10 orë ka hek borë, ka pagu, nështë borë s'ka pos, ka pagu me hek borë, e të njëjtën kohë ka pagu edhe me kosit borin. A nuk për do këtë hajni bre që kja. Edhe qohën një pjesë e poplit, shkojnë e votojnë një kandidat që kur ky. Nuk është e vetmi, ky. Nuk është e vetmi. Hajni normal o burra, gra, thminjesh, kush votoni. A qohet bre njeri normal, po këta njerëz nuk e meritojnë as 2 vota mi marrë, jo mi marrë 10.000, 15.000, 20.000 me një komunë. Në pik dimnit pagun me kosit barin. Tash llogaritën pik dimnit. Bora për mi, ky pagun me kosit barin për fund një borës. Edhe ka gjënë që shkojnë e votojnë. Në rënë mëre. E pash një video tjetër, në Klin, 20 metra katror e kanë atë fasheshin që kanë, i ka 200 pllaka krejt, 130.000 euro një herë me shku me pastru dikush pllakat, kanë pagu. Po ju të komunës me pasdon këta që lojnë kere, këta 3 euro të lojnë keren për 1 orë, i bojnë parafërsisht 30 minuta me lojnë një kerë për 3 euro. Po me pasdon atina 10.000 euro, pa i ta kish la krejt komunën, bre. Hu edhe sheshet e fshatrav, për 10.000 euro t'i kish la burë. Edhe rrugë të krejt Klinës, na për fshatra t'i kish pastru për 10.000 euro. Po një autolarje, punon të ditën i ban, hajde 30-40 kere në ditë për shembull. E merr 60 euro, 70 euro, 100 euro, hajde 200 euro në ditë. Po të ditën ka me punu me la. Ati komuna jep dikujt njofshëm që ka, se i dojnë paret bashkë ata, 130.000 euro me adhon për me ti pastru 5 pllaka. E Klina qaqën? Sa qender ka Klina? 3 hapa në shmaj, 3 hapa në djatë të krys, ka. Edhe qohen shkojnë e votojnë që si njerëz. Komuna Sarekës ka shtru, ka dhënë pare për rrugë që nuk është e shtru me hiq, edhe qohen gjinja shkojnë e votojnë. Jo ka punu mirë, po qysh ka punu mirë, më shka ka punu mirë. Jo po ka shtru do rrugë, për normal që ai kryetar komune, ai për qatë punë ka ardhur ato, për me punu dishka, po jo për me vjedh. Ka dollë rruga në komunë Sarekës që nuk është e shtrume. A paret janë dhanë të nderi u kry, shëriti u prej, rruga është në zallë. O popull, pa dallim partia, nuk jam të folë vetë si vetëvendose, po jam të thonë të tonëve, mushi men një herë, dine kanë për votëni, një hajnë që të vjedh një herë, a i ka me të vjedh 100 herë. Në rane kryetarin, se janë të bon kërdi, me hajni. Tja po menon që ata bosh kallaj e kanë
me ardhë në për çdo shtëpi të njonit me hi, se qa shumë për ju dojnë, e me ju ka për qafe, e për dore, e të ju për qafu, e në 2 natës vjen tash para zgjedhjeve vjen të shtëpia. Po momentin që zgjidhet kryetar 4 vjet nuk e sheh më kërkush ato. Do 6 muaj ditë me prit një takim me kryetar të komunës me shku më taku, se s'pranon mrena në zyre. A për që të 2 javë ditë lodh të shtëpia të tarë për ditë. A nuk është diçka që nuk shkon këtu? Qysh ka mundësi 4 vjet të smunësh me taku një kryetar komunës për 2 javë ditë që është fushata për zgjedhje, të lodh për ditë nga ton vjen. Vjen mahallet, vjen të futet në bërë, ta nrejqi këto, ujë s'kena. Kanalizim, nuk ka 80% e Kosovës nuk ka kanalizim. 80% e Kosovës nuk kanë ujë qeshme me pinë në shtëpitë vet. Edhe quhen, folin për stadiuma, për kulturë, për ato, por kur s'ki ujë me pi, shka vjen me ma lyp votën muarën, që 27 vjet i njëjti premtim. Uj kena me prunë që 27 vjet hala uj s'kena. Nesni mëre, mos i leni me hi as në katun, as në qytet, as në lagje, as në rrugë, as në bërë, as kërkun. Premtimin e parë që do të me dhanë një kryetar komunës me thonë, unë e garantoj për 1 vjet që nuk e baj ujin e pishëm në për krejt fshatrat e komunës teme, unë e la detyrën, edhe mas 1 vjetë më qu krejt me shku ato me njek për komunës. 27 vjetë ranat njëjtë, ta gërdit televizorin, ta gërdit gjithë shka që është kër e shet njëjtë njëri të të rajt që 15 vjetë. Edhe qohën bëdas të një, po kjo është trema kjo. Jo, po kjo është patriot. Jo, po kjo ka punu. Po që shka ka punu bërë? Uj, s'ki me pi në bërë. Në shpitë tonë s'ki. Do të me kofe me nxerr ujë. Mos jepni votat hajnave. Mushi men në herë. Që se dëni një ditë që fshati juj, komuna juj, qyteti juj, me hec për para, mos i leni hajnat me najt ma shumë se 1 vjet. Ke kush ke, qëfar do partije ke? Në që se premtimin e ujt nuk ta man, mos e moj kryetar, ndroje, edhe atjetër 1 vjet jepja shansën, nuk ta ban, ndroje, do të me njek prej komunës. 27 vjet ranat e njejta, premtimet e njejta që 27 vjet. Nuk është normal kjo, nas jem popull normal, përbes nuk jem normal. Qysh mundet njeri të ranë një herë, po jo 27 vjet me të rajnë për çdo vjet ranat e njejta me të shit, edhe mu quti prap me votu. Nuk e djune, a menani në herë për vete bura, a menani mi pasunun që ata hojna. Se në që se menani për veti, për mirëqenjet krejtve të fshatit e të qytetit, do të më nalë me menumar, me thonë e ka dalimar. Së është normal kjo. Po nejse, jo e dini, bani shka doni, ama unë e për veti, për që di që është hajnë, kej kuna ke, votën nuk e qes. Ja, qëto. Unë që ato nuk mëj me bon për veti. Ajo bani. Se nështë një pjesë e madhe e një hojna. Vetë që votëni që ata hojna. Ju e një nështë hojna në matë këshi sa e hojni që vjellë juve. Se ju të menu që një dit janë zë një vendin atina me vjellë ata tjertë. Se tjetër sen unë nuk për mëj me kuptu ndryshë këto. Po, ju e dini. Ju e dini. Po nese më sankohi me thonë, valla, s'pë kena uj. Jo, la, nuk përkem kanalizim. Jo ato, jo këto, jo ane, jo kënej. Jo eran pajt i kite, pajt i kamune, që votojmë hajnat. Na për krejt komunat,
Komuna e Prizrenit, Shadravani kush e din ku është, kockat e vjetër që janë shtru paras disa, nështë 200 vjet i ka që janë shtru ato kocka, janë quë, ja kanë hek, i kanë shit në Itali, ka 6 euro një kock, sa ja ka histori, se ka shkel 4 gjyshi, e stërgjyshi, e babgjyshi, e nasa e kena shkel, u quë i ka hek ata, edhe i ka ble, ka 20 cent gurin e njejt, veç që është ma e dhana i mirë, i pashkelen, 20 cent, e ta ka qita të 3, aton vjetrin e ka hek, e ka quë në Itali e ka shit. Ka 6 euro një, se italiani ja din vlerën, se është guri historik, është guri që o qitë 200 vjeç, sa njeri ka hec për mi thonë. Ata blenë, e shfrydzojnë, a na në vend që me mërmetu e me nreqe, me la ato, na jo, na marëm, e hekëm, i qojmë, e shesëm në Itali. E kthehëm në tjetër anë, i blem ka 20 cent. Tash, që hajnia, sa e thjeshe, kalaj është me logaritë, dhe. Logaritë sa guri ka mujtë me kona ata 4 orë, ka 10 centimetra, ato të vogël janë, sa guri kanë qu me kamiona, me shlipjera kanë qu në Itali, e kanë shku në baj ato, ose në atje dikun Kaklina, kanë shku ka marrë gur, kanë marrë një kamion me 100 euro, a kanë shku e kanë shit krejtanina për Itali. Popull, mu shimen, mos votoni hajna, se jo të ke fundit, jo veqo, po unë e krejt që të sena kena mi pagu. Se ketë në korestonin janë. Ata krejt janë bo milionera. Veç këshyri, nuk ki deputet, nuk ki minister, nuk ki kryetar komune, që nuk është mas pak të milioner. Ka o bon të në ata milionera. Sa mos i kanë fabrikat në Kina, ketë pështu një hajnive bon milionera. Edhe janë bon, që 27 vjetë, pështu një hajnive. Të në vjedhë neve. Edhe në ato edhe në votën. Se për në rysha i s'munët më bon milioner. Po nese, përshëndes kaloni mirë deri në videon e radhës.